kur s'beson kur gjahe është ty, ki mu një katastrofë. Kështu, okej, apo thuti që ashtu, po të besojën e ty, pavarësisht është të vërtet asë është. Tani edhe personin e len me menu, nashta i vjen edhe keq me të lëndu, ose me bo diçka kur e shet që ti po mundosh me besu, pavarësisht që i ki do pikë shuditë se ma tepër për foljen aspektin martesor ose lidhje që është dikosh, do të me mundu me besu edhe je majqit, edhe me kuptu njëni tjetrin, sa ma tepër, nëse diçka si e vetja, si e mirë, jo me këshyrë mbrëllshëm, po mu ullë me diskutu, si me partnerin, si me vjerit, si me nanën, me krejt. Mosi ngoni shumë të tjerët, shka thojnë, më përzi në lidhjen e juvë, se ka njëherë... Po, ala atret, si do mos në një lidhje, vetëm së është të tepër në fakt, nga njerë. Ju jeni desh, jeni marë me një tjetrin për shambull, tjertë nuk mundën ju kalzu juve a është për ty qaj nuse, asë është për ty qaj nuse, ose a është për ty qaj burë, se ti e din ma mirë, se ju dy keni vendosë, ju fëmis jene. Po. Ata ta që së përshtatën që se kanë mentalitetin e njëtë si tati burit ose asaj grus, ata nuk mundën ju kalzu që me bua atyre, po një shtime mjafton mi prish qiftin. I kësha bus apel edhe vjerive edhe krejtve, lene, a ju pëlqen njëni tjetri, a duhen, a janë të lumtur me njëni tjetrin, lene. Kaq, mos u përzini mi shkatru familje. Doja të fokusume të pjesa, ndështë sërmës të qiftet, ju se aktore, a keni po që ndështë si profesion mundet të më paragjikua të kë pjesa familjes, dhe më thonë, ku martosh, si diqka, ose ndështë raset kër edhe partnert, burrat nuk i lojnë gratë e tyne, me punu në fushat saktume, ku mund me pas kontakte me gjinit këndërt, apo këtë diqka e tjilë. Unë e thash ma herë, kur dënë dikush me bo diqka, ka me ta bo edhe në shpitu najtë. Apo kuptonë, mës ta qoftë zotin një njerit paftyr edhe të pandershëm, ose të pandershme. Po punën ta është bon diqka, jo, se kur s'jeti vetë që si personi, o e vendast, u kry. A e veç e lodhë vetën, trunin tënë. Sa i përket punve, kështu televizionit e stene që jem aktive ase, unë e kam shumë komente gjëshfare, kam edhe audiencë shumë të mirë, i falenderoj shumë, po ka dhe njerës cilët nuk ju përshtatit diçka që a thomon, apo kuptan. Dikush e bën me qëllim, dikush i vjeni nati që si jepën mundësia asaj me dalë që është të sione në televizion, dikush s'din me full kur del, ose është i kompleksum para kamerës. Kam kështu shumë fjallë që më qojnë mu loj fjallë, po mu absolut nuk manin. Se unë e di kush jam, e di qka du. Edhe krejt ju kësha thonë, rini vetë vetja, punoni, sa ma pak nga një fjallët e tjerve, se një jetë e ki, nesër kur deski me dek vetë, u kry, ty apo të bjen mirë, ti bëne. Po. Pa i lëndu familjarët e të tjertë. Normalisht, kjo është aje kryesore a një balans që mundohemi me zgjetë një farë njëre, sepse edhe tash ato konfliktet ka një herë janë të pashmangshme. Po normal, që tash edhe gjithë me pas mire, së është interesant. Si ndash njiste, gjithë stanë veç mire, dhvim pak më... Po, diçka me bu, me ndru pak. Edhe kur e shet që je bu bajat me një stanë, një këshil e kësha kështu, edhe për femnat edhe për meshkujt. Ta shumë për fulli ma shumë për qifte. Thuni ka njerë burit, hajde ekipi meje një surpriz, ose buri grus një surpriz për i meje, shumë i ban njerë. Po. Si partnerit, si... E ndryshon atë rutinën, ose keni pas një probleme zveti, keni pas një dhnem, munonu njoni për juve diçka me menu edhe për tjetrin, jo veç për vete, me menu për tjetrin, ose me bo një rrugë bashkë dikon, ose me dal një dalë bashkë, që mu qëtësu që thojnë ujrata që shështë taj fjallë, zjarët. Po, se ato jenë pashmangshme, dhe ndrimi rutinës e ndryshon të ashtë se... Stanët e vogla hekni krejt, problemet e vogla është dukni. Të mdojat, pako ne, se veç ju shojnë deri probleme eskaluse. Doja të rikthesha edhe një herë të arti, sepse arti në Kosovë, me krasu tashme që nga fillimet e tua, me tash, a me ndonë që tashme po vlerësohet arti, aktrimi, arti përgjithësi?
nuk përvlerësojnë shumë aktrimin, të pas parasysh që teatri kombëtar që sa është të regullu, unë e kësha boq mas, teatri mu regullu shumë ma shpejt, jo kështu që disa vjetë u metë qashtu. Neve na duhet sa ma shumë me kulturë edukat, që na mungon shumë si popull, na vynë hala ma shumë, edukat merë prej filmav, shfaqjev, librit, lexim, teatro, na këto se kena heq. Kështu që do të sa ma shumë me pas, me boq mos për arti me qenë ma i... Ma i përfshim një tonë. Ma i përfshim me përkrama tepër. Edhe, sidomos, tash na ka ndihmu edhe që po dalim ka pak, po shohim lloj vendet ndryshme, lloj njerëzish, po shohim kulturat ndryshme që ndoshta se kemi po kur befasohemi me kultura. Që për shumë e vërtet, edhe nështë që ajo edhe i ve disa njerëzit, edhe për teatr dreshta dhe Nisan, unë në Londër ku banaje, ku do, ti non-stop ki teatro, kinema. Çdo lagje ka kineman edhe teatrin. Po për ata edhe në shumë filma për shambull, që i shumë ndërkombëtar, krejt ato date nights, do më thonë takimet janë, ose më shku me pa një film, ose diçka. Janë, do më thonë, në kulturë që është ajo. Edhe na se kina qatë kulturë fort me këshyr filma e shfaqe, sidomos shfaqe hit se heq, ma para me dalë diskotekës, ose me full për najkan, filoni fisteki, se mu që me shku me mësu diçka, ose me lexu një liber. Tash me libre, dështë është bu pak demodej kove të fundit. Ne mund është me lexu dhe në telefoni. Sepse është të arguar, do me thonë ajo pak nga libre. Se teknologjia, i ka të mirat, kemi edhe libra, do me thonë elektronik, që në qofë se nuk të në shletu libre, në kia aty me një scroll edhe e zgjitë problemin. Edhe qështu, të me thonë, jeni sa ma të lumëtur me vetën, kur menoni mirë edhe këni me pas mirë, veshunin, drequnin, edhe kusht ju thët diqka, veç thunin, regull jena, vazhdo në jetën e juj,